gjithçka ishte në rregull deri në një orë pas i filloi konferenca, kur misioni i Serbisë në OKB reagoi fuqishëm dhe shumë ashpër për heqjen e asaj berete, sepse siç e konstatuan ata, cilësohej si provokim për ta. Po në fakt, as ideja më e vogël nuk ishte për të provokuar dikë ose diçka, sepse nuk ishim mbledhur aty si diplomat të diplomacisë publike për të bërë politik, por për të folur për të drejtat njeriut dhe mbi gjitha për një kategori shumë të ndjeshme të shoqërisë. Këtë herë, natyrshëm vendosa që të paraqitej me beretën e UÇK-s në nderim të ditës pavarësisë Kosovës dhe në nderim të protestave që po mbaheshin këtu për të kërkuar drejtësi dhe jo politik, siç ishte edhe motoja për krerët e UÇK-s. Nuk e kisha fare idenë që do të bëhet një reagim aq i madh, megjithatë mund të konstatoj që jam jashtëzakonisht e lumtur që zëri i Kosovës u dëgjua fuqishëm pa pasur fare nevojë të kishte ndonjë fjalim. Në rrethana të tilla duhet të tregosh një maturi diplomatike të jashtëzakonshme dhe vendosa edhe unë ta bëj këtë gjë. Siç e kam thënë edhe në intervista të tjera dhe në deklarime nga atje, reagimi ka ardhur një orë pasi që ka nisur konferenca. Pra unë kam hyrë në objektet e OKB-s pa asnjë lloj problemi, kam kaluar të gjitha kontrollat e sigurisë. Pas një ore ka ardhur reagimi që duhet ta heq sepse Serbia po e konstaton si lloj provokimi dhe promovimi simboleve të tilla çenka i ndalueshëm. Duke ditur faktin që Serbia mund të bënte ndonjë incident të mundshëm dhe natyrisht në një farë forme kërkonte edhe largimin e Kosovës nga ajo konferencë, unë desh të tregohesha e matur në këtë pjesë dhe të them okay, në rregull, unë mund ta largoj beretën e UÇK-s, por asesi simbolet e Kosovës. Kështu që dhe aq më tepër jo të largohem nga konferenca, sepse nuk e shoh të arsyeshme, meqense nuk kam provokuar askënd, nuk kam shpërndar gjuhë të urrëties, unë thjesht kam vendosur të paraqitem në këtë formë, në këtë konferencë, në shenjë nderimi të ditës së pavarësisë së Kosovës. Kështu që asgjë tjetër nuk ndodhi, përkundër që e kam parë pastaj propagandën që ka pasur deklarime të tipit e kemi larguar etj, ajo nuk është e vërtetë, ajo nuk ka ndodhur. Unë kam vazhduar paraqitjen në konferencë në formë shumë të natyrshme, shumë normale, pa provokuar askënd dhe pa pasur ndonjë provokim tjetër ndaj askujt. Megjithatë mund të them që në momentin që kam dorëzuar beretën e cila u trajtua po ashtu me shumë kujdes nga sigurimi i OKB-s, natyrisht jam ndier jashtëzakonisht keq sepse ishte komplet e padrejtë. Pas kishte të bënte me çështje politike. Edhe këtë e kam parë puro politike. Edhe këtu për mua ka qenë totalisht absurde. Ai takim me kryeparlamentarin austriak ka ndodhur ditën e parë të vizitës sime në Austri, në margjina të konferencës, të kësaj konferencë të Zero Project, që niste të nesërmen punimet në OKB dhe pikërisht ditën e takimit me kryetarin e parlamentit ishte 17 shkurti, pra dita e pavarësisë së Kosovës. Dhe prap është e njëjta ide pse unë kam vendosur të paraqitem me beretën e UÇK-s për të nderuar sakrificën e popullit tim për liri dhe pavarësi. Dhe kur flasim për të drejta, liria është e drejtë themelore e secilit. Pra gjithçka ka pasur një kuptim pa prapavi politike. Dhe mbi të gjitha unë e kam ditur që nuk ka përfaqësues të Serbisë as në parlamentin austriak atë ditë, por as në konferencën që do të pasonte pastaj në OKB, se atëherë do të cilësohej si provokim. Po përderisa s'ka pasur përfaqësues të Serbisë, unë konsideroj që nuk e kam provokuar askënd. Kur e kam parë reagimin, ka qenë totalisht absurd, sepse ishte po ashtu tendencë për ta përkthyer në formë politike. Fotografia ka ndodhur, siç e kam thënë, gjatë një takimi shumë të shkurtër me kryetarin, ku të gjitha delegacionet që ishin përzgjedhur për ta takuar, kemi pasur mundësi shumë shkurt të diskutojmë me të. Unë mbaj mend vetëm që jam prezantuar, natyrisht si ambasadore e vullnetit mirë për Kosovën në IRC, i kam treguar pak për punën për të drejtat njeriut dhe në të njëjtën kohë kam shfrytzuar mundësinë t'i them që sot është dita e pavarësisë Kosovës dhe kjo është arsyeja që unë mbaj këtë beret në kokë. Dhe e di që reagimi i tij ka qenë shumë urime për pavarësinë tuaj, ty dhe gjithë popullit tuaj, dhe jam i lumtur për bashkëpunimin. Unë ja kam kthyer thjesht mirë se vjen në Kosovë kurdo që të krijohet mundësia. Jam shumë e lumtur për impaktin që e pati ajo paraqitje pa pasur fare tendencë që ne
të shkaktojmë ndonjë trazir ose ndonjë pakënaqësi tek shteti kundërshtar. Konsideroj që nga njëherë diplomacia e heshtur që nga shumë e fuqishme se sa të mbajmë ndonjë fjalim kush e di se sa faqe ose diçka e tillë, sepse mbi të gjitha ndoshta është përçuar mesazhi që Republika e Kosovës është aty, është prezente dhe do të flasë për të drejtat e saj dhe të drejtat e komunitetit për çka ishim mbledhur.